Një precedent I rrallë ose I pandodhur të paktën deri sot, kështu është cilësuar nga maturantët, prindrit e tyre, por edhe një pjesë e profesorëve që kontaktuam ne, mungesa e drejtorit të gjimnazit të Kërçovës në mbrëmjen festive të maturantëve kërçovar. Drejtori I institucionit arsimor të mesëm drita nga Kërçova, Nebi Bilali, bojkoton ditën festive apo një nga më të rëndësishmet në jetën e njeriut, siç është festa e mbrëmjes së maturës. Preteksti I drejtorit të cilën e kontaktuam nëpërmjet telefonit ishte I prerë. Jo, nuk kam marrë pjesë, sepse matura nuk është pjesë e programit të shkollës. Të interesuar për arsyeën e vërtetë të mos pjesëmarrjes të drejtorit në solenitetin e maturantëve, nga kontaktet që ne vendosëm me disa maturantë dhe pedagog të gjimnazit, thuhet se inati I drejtorit që është faqur në ditët e fundit, I cili ka refuzuar për të qenë pjesë edhe e tablës në fotografinë e përbashkët që realizojnë maturantët, është shprehur nga ai, pra drejtori I gjimnazit Nebi Bilali, me arsyetimin se ky bojkot vjen në formë penalizimi ndaj maturantëve të këtij viti, duke sjellë si fakt idenë se ato, pra maturantët, nuk kanë qenë të rregullt. Gjatë procesit arsimor, kanë braktisur pa arsye shpeshherë ambientet e gjimnazit, si dhe kanë sjellë problematika të cilat kanë dëmtuar imazhin e këtij institucioni. Pretendimet të cilat nga kontakti që televizioni ynë kishte me disa profesor, por dhe maturantët, I hedhin poshtë dhe nuk e arsyetojnë në asnjë rretham veprimin e drejtorit të tyre, të cilin e veçonin si një rast unikat dhe I padëgjuar më parë. Për këtë situatë të krijuar, ngelet për të parë cili do të jetë reagimi I Këshillit të Prindërve, Këshilli I Gjimnazit, por dhe të strukturave nga institucioni I Komunës së Kërçovës.